Ja, përse duhet të hani një lugë mjaltë përpara gjumit? Të konsumoni një lugë mjaltë përpara gjumit mund të ofrojë disa përfitime për shëndetin dhe për gjumin tuaj. Përmirësoni cilësinë e gjumit. Mjalti stimulon prodhimin e melatoninës, një hormon që ndihmon trupin të relaksohet dhe të hyjë në fazën e gjumit të thellë. Gjumi ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Mjalti ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit duke parandaluar zgjimin e papritur. Nxitja e metabolizmit dhe trurit. Glukoza natyrale që gjendet te mjalti furnizon trurin me energji gjatë gjumit, gjë që ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe funksioneve njohëse. Mbështetja e sistemit imunitar. Mjalti ka veti antibakteriale dhe antioksiduese që ndihmon në forcimin e imunitetit. Zbutja e kollës dhe e fytit të irrituar. Nëse keni kollë ose ndjeni irritime në fyt, mjalti mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre simptomave, duke ju ndihmuar që të flini më mirë dhe të parandaloni kështu edhe komplikacionet.